Në rrugtimin tim të këtyre 7-8 ditëve të themi, pata fatin të kem edhe një kontakt tjetër me një mjek të ri, por me shumë eksperiencë, edhe pse mosha e re të bënte të mendoj që ndoshta mund të ketë 5-6 vjet që mund të ketë mbaruar shkollën, por nuk ishte as pak ashtu, specializuar jashtë, me një kulturë edhe muzikore, por mbi të gjitha me një edukat në shprehje dhe me një forcë mendimi që ke shumë pak mjek unë e kam hasur. Dhe po flas për mjekun reumatolog, mikun tim tashmë Ervin Rapushi. Ervinin e ftova dhe në festivalin Festa e Këngës Shqiptare. Kuptohet, bashkë me Ervinin ftova të gjithë mjekët. Jo kushdo nga ata kishte mundësi të vinte, sepse kuptohet. Këta që bëjnë nga 10 operacione në ditë, luksi madh të shkojnë të shohin një koncert. Por Ervini erdhi dhe u kënaqa atë natë. Dhe me këtë rast çova kamerën, se nuk arrita dot ta kontaktoj kur ishte i shtruar, dhe mora mendimin e tij për sa i përket muzikës që ai shijon dhe dëgjon. Muzika e cila influencon në jetën time, që ka influencuar, ka qenë kryesisht muzika e lehtë. Nuk diskutohet muzika klasike, ka pasur impaktin e saj, por muzika e lehtë, çdo lloj muzike e lehtë shqiptare apo huaj, sidomos pas rojeve të stërgjatura, pas ditës fundimsh në spital, muzika ka qenë ajo e cila t'jep atë pjesën e relaksit të qetësisë. Që në adoleshencë, kënga ime preferuar ka qenë Era nga grupi Gjurmët, një grup kosovar, e cila është rinterpretuar nga shumë grupe të tjera dhe nga këngëtarë të ndryshëm, dhe ngelet po prapë në njëta këngë fantastike. I përkas një brezi ku muzika dhe këngët jepnin një mesazh, ishin një lirik e cila shprehte një revolucion, shprehte një emocion. Kemi pasur fatin, kemi rritur me këngë të cilat kanë qenë këngë vërtet që kanë ngelur memorien tonë.